Masat e ndërmarra nga qeveria për forcimin e kontrollit mbi territorin dhe mbrojtjen e hapësirave publike kanë hyrë në fuqi, teksa kryeministri Edi Rama ka theksuar se këto masa do të krijojnë kushtet për disiplinim të gjithë procesit të ndërtimit. Në një deklaratë për mediat ku të pranishëm ishin edhe ministri i drejtësisë Besfort Llamari dhe ministri e punëve të brendshme Albana Koçiu, Rama tha se do të ketë ndëshkim të rënd për ndërtime të paligjshme. Inventarizimi dhe regjistrimi i hapësirave publike do të jetë tashmë një detyrim ligjor, teksa theksoi se çdo metër katror rreth një ndërtese që jepet përdorimit publik nuk do të konsiderohet më pronë private. Kjo është një qasje 360 gradë, besoj, që shtrihet në të gjitha drejtimet e konstatuara si problematike. Dhe kam bindjen që do të na jap rezultate të konsiderueshme pasi krijon kushtet për një disiplinim të mëtejshëm të gjithë procesit të ndërtimit dhe jo vetëm lidhur me ndërtimet pa leje, por dhe me ndërtimet me leje që rëndom bëhen shkak për deri edhe situata të vështira për njerëzit që paguajnë për të blerë një shtëpi dhe pastaj hasin gjithë farë lloj pengesash deri edhe pamundësinë për të regjistruar shtëpinë e tyre si pronë të patundshme, apo edhe pamundësinë për të hyrë në shtëpi, siç ka ndodhur në disa raste për shkak të konflikteve mes ndërtuesish apo të tjera të kësaj natyre. Atëherë po i marr me radhë sepse janë masa që i drejtohen edhe aktorëve të ndryshëm në këtë proces, duke filluar nga rritja e garancisë së zbatimit të projekteve arkitekturore përmes përfshirjes detyruese me ligj të arkitektit përqegjës në procesin e zbatimit të punimeve. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që për shkak se arkitektët janë në një trysni të madhe nga ndërtuesit për të bërë devijime nga projekti i miratuar dhe ndërkohë nuk janë subjekt i ligjit, kemi parë deformime të vazhdueshme në procesin e ndërtimit, duke e kthyer arkitektin në subjekt ligjit dhe duke ngarkuar me përgjegjësinë e ndjekjes së projektit dhe me përgjegjësinë për çdo devijim nga projekti, bëhet e pamundur që çfarë lloj presioni nga ana e ndërtuesit të funksionojë mbi arkitektin, pasi në rast se arkitekti i ikën përgjegjësisë që i ngarkon ligji, është ai që paguan pasojat. Po ashtu një tjetër risi është formalizimi i mënyrës njoftimit, duke vendosur rregulla të detajuara për institucionet përgjegjëse dhe autoritetet mbikëqyrëse përpara fillimit të çdo lloji punimi në mënyrë që procesi të jetë i gjithë i gjurmëshëm dhe i dokumentuar, gjë që sot nuk është rasti. Më tutje është përcaktimi i fazave të kontrollit, duke ndarë qartë çdo fazë në periudhën e zbatimit punimeve me kontroll në kohë të projekteve të miratuara. Edhe ky është një aspekt që ka çaluar shumë deri sot. Më tutje është forcimi i
mekanizmat të kontrollit, duke përcaktuar 4 faza të detyrueshme kontrolli nga ana e njësive të vetëqeverisjes vendore. Dhe pastaj vjen detyrimi për dhënien e certifikatës së përdorimit nga autoriteti përgjegjës i zhvillimit të territorit, vetëm pas konfirmimit të aktit të kontrollit e njësia e vetëqeverisë vendore. Rama theksoi se ky proces do të japë rezultate të konsiderueshme pasi krijon kushte për një disiplinim të mëtejshëm të gjithë procesit të ndërtimit dhe jo vetëm lidhur me ndërtimet pa leje, por edhe me ndërtimet me leje, që rëndom bëhen shkak për leje dhe situata të vështira. Ligjin për planifikim